Ç'lidhje ka botoksi këtu? Ta shpjegoj unë ty. Një njeri që thot, du buke krype zemër, do të thotë që është njeri i thjesht, është njeri popullor. Dhe një njeri i thjesht, popullor, nuk bëhet botoks. Këtu është lidhja botoksit. 2. Një njeri që bëhet botoks dhe do me thonë bëhet transformime rrënjësore në pamjen e vet, i bie që është njeri që rend mas të bukurës dhe e bukura kushton. Që e bukura kushton, nuk lidhet, domethënë me atë pjesën me bukë krype zemër. A më kupton? Sepse ai që është me bukë krype zemër, rri aty ku është thjesht edhe nuk bëhet botoks fare. Kjo është lidhja e botoksit. Dhe kurimi i rrënjësishëm i pamjes së jashtme kushton. Dhe për vetë faktin që kushton, i bie që duhen lek. Po që të kesh lek, duhet kesh për krah një njeri që ta garanton lekun. Ti vetë e garanton për të jetuar, për të plotësuar kushtet minimale jetike, por jo për të pas shumë amërrëmendse, për të pasur një jetë luksi, sepse botoksi, çantat, etj. Janë jetë luksi. Kurse unë nuk kam kërkuar ndonjëherë as për botoks, që unë kam thënë për mashkull me gjendje të mirë ekonomike për t'i dalë të familjes, por nuk kam thënë për mashkull që të garantoj çanta 5.000 euroshe ose të garantoj botoksin apo transformimet plastike. S'kam folur ndonjëherë në videot e mia për transformime plastikon. Pra nëse ti quan luks ekonominë mesatare, është problemi jot. Kurse unë nuk kam folur ndonjëherë për luks. Ktu po flitet për luks, Ktu po flitet për një femër që bën jetë luksi, për një femër që kurohet estetikisht shumë dhe i bie që bën jetë luksi, sepse s'mund të jesh në shtëpi ti me duke ngrënë fasule e ndërkohë që ke bë veten komplet botoks. A më kupton se s'lidhet zoni me figurën. Një krijohet mirëqenia në ekonomike në shtëpi, pastaj fillohet të botoksi etj. Mirë keni ju se shqiptarët i bëjnë mbrapa gjona, shqiptarët shkojnë e bëjnë botoks se s'kan bukë për të hangër mrena, keni drejt. Por logjika nuk të shon aty. Që do të thotë, e kupton lidhjen e botoksit, po që botoks i bie që je femër që do kurim pamjes jashtme, që do kurimin e pamjes jashtme i bie që duhen lek, po që duhen lek bien kundërshtim me ato që është pa lek. Se s'mund të marrësh ato që është pa lek. Logjikisht dhe bien kundërshtim janë rrethtar me ato që thua, ti bien kundërshtim me ato që thua, sepse këtë je botoks e këtë do shka burr thjesht, po burri thjesht nuk e do botoksin. E kupton në logjikën, sepse këtë video ti bëj që të kupton në logjikën jume, se s'më intereson mua kush është Brikena, unë diskutoj vetëm mendimin e shprehur nga një personazh që është i bën botoks. Nuk më intereson kush është Brikena, kush është Salmani, as nuk ja di fare. Unë më intereson ajo çka mendimi. Brikena s'ka pse merr për personale gjatë, unë po flas për diskutoj për mendimin që është thënë dhe lidhjen e asaj që paraqitet me atë që shtiret sikur është.